Gjykata e posaçme ka zhvilluar seancën e dytë në Themel në ngarkim të ish-presidentit Ilir Meta dhe ish-bashkëshortes së tij Monika Kryemadhi. Në planet e shpërndara nga mediat, 5 minutët e para të seancës, Meta u vendos pas xhamit dhe i buzëqeshur ka përshëndetur të pranishmit në sallë. Pas këtij episodi, gjyqtarja urdhëroi largimin e kamerave nga salla, edhe pse avokati i Metës Kujtim Cakrani kërkoi që seanca të transmetohej live. Në seancën që zgjati rreth 5 orë, në fund u vendos që dosja e akuzës për ish-presidentin të ndahet, ku GKK pranoi gjykimin e shkurtuar për Fatime Kryemadhin, Ema Çokun dhe Piro Xhixhon, ndërsa Meta Kryemadhi do të kalojnë në gjykim të zakonshëm. Gjykata sot, pasi dëgjoi prokurorin në mënyrë të përmbledhur për sa i përket bashkë të pandehurve, vendosi të pranoj gjykimin e shkurtuar dhe ndarjen e çështjes, duke bazuar te neni 93. Tashmë çështja do rihidhet përsëri në short, do shortohet dhe presim që trupi gjykuesi i ardhshëm do shqyrtoj çështjen në themel të zonjës Kryemadhi dhe zotit Meta. Ndarja e çështjes është një gjë pozitive, mund të quajmë. Gjyqi midis meje dhe Ilir Metës dhe po themi drejtësisë së re është i gjyq politik, i cili ne që kemi qenë edhe shkaktarët e reformës famshme drejtësisë, do paguajmë ato faturat tona, që do t'i paguajmë, do po i paguajmë, por në fund të ditës nuk kemi pse të marrim me vete dhe njerëz të cilët janë të pafajshëm. Ish-presidenti Ilir Meta qëndron në paraburgim që prej tetorit të vitit 2024 dhe akuzohet për ndikime korruptive dhe përfitime monetare në çështjen Çezdia, në një marrëveshje interkonjeksioni, si dhe për marrëdhënien e dyshuar korruptive për ndryshimin e një ligji me porosi.